Në këtë libër se e fillim mund t'ju duket se ka një përbërje fetare, por patjetër që në pjesën e fillim të librit është një diçka për çështje fetare, por në brendësi të tij kemi edhe mbi lindjen e Skënderbeut, kemi edhe mbi etnografinë shqiptare, kemi edhe mbi kostumet shqiptare, kemi edhe mbi popullsinë shqiptare. Pra kemi një përshkrim të gjerë të historisë dhe të kulturës shqiptare. Të vazhdojmë leximin e librit e Relacione Universale, i cili përbëhet nga dokumente, nga shkrime dore, të cilat kanë më se 360 vite që rrinë të groposura në raftet e bibliotekës të Fermos së Italisë. Ku këto dokumente i kanë nxjerrë nga arkiva e Fermos së Italisë, shumë nderuare miku im Mark Palnikaj. Në këtë libër kemi gjithçka që i përket kulturës shqiptare, historisë shqiptare, trojve shqiptare, deri ku zgjatej territori i Shqipërisë, cilat zona të Shqipërisë, në cilat fshatra, në cilat provinca jetohej masivisht nga shqiptarët e krishterë, cilat zona banoheshin nga shqiptarët musliman, cilat janë ato fshatra, cilat janë ato provinca të cilat janë zhdukur dhe sot ne nuk kemi dieni fare as që e dim emrat e tyre. Si fillim të lexoj një letër që i përket datës 12 qershor të vitit 1652, një letër që është dërguar nga Kotori i Malit të Zi. Letra i dërgohet kordinaleve Kongratës së Shenjtë, duke e bërë një përshkrim mbi gjendjen aktuale të trevave shqiptare. Trojet mbar arbërore, me të vërtetë janë ato troje të cilat duke i përfshirë në mbar Ballkanin, mund të jemi vetëm vend që jemi prekur më shumë se çdo shtet tjetër, më shumë se çdo vend tjetër nga regjimet e kaluara. Pra do të vazhdoj tani të lexoj librin Relacione Universale. Dhe këtu, siç thash, do të shikojmë rrëfime të ndryshme, do të shikojmë pozicione të ndryshme të Shqipërisë, territorin e Shqipërisë, ku edhe si flitet gjuha shqipe, çfarë prodhohen atë kohë në Shqipëri, mbi kostumet shqiptare, por patjetër këto janë në episode të ndryshme. Në fillim do të lexoj letrën e nisur me 12 qershor të vitit 1652 nga Kotori. Gjithashtu në këtë libër ne gjejmë edhe në cilat zona, në cilat provinca, në cilat fshate, cilat fise gjindeshin dhe jeta e atëso kohe. Kjo është shkresa origjinale, shkresa e dorës, e nxjerrë nga arkivat e Fermos, ndërsa këtu është përkthimi në italisht, ndërsa këtu është përkthimi në shqip. Letra e parë është faqja A, siç shënohet edhe në libër, faqja A, Relacione Universale Zanafillës dhe i suksesit të misionit apostolik të fretërve minor, observantët e reformuar të atit Serafik San Franceskut në mbretërinë e Shqipërisë, nga relacione të ndryshme të disa etërve misionar të këtij misioni, i mbledhur, i sistemuar dhe i plotësuar nga atë Fra Gazzino, i po këtij urdhri të provincës së Shën Tomës, apostull dhe prefekt apostolik i këtij misioni në vitin e Zotit 1652. Po vazhdoj letrën e parë që është drejtuar zotërinëve patronë teje të nderuar dhe të lartë, fort të nderuar, zotërinëve kardinal të Kongregatës së Shenjtë të propagandës Fide. Madje disa raste të veçanta të misionit të Shqipërisë që ndodhen ju raportuan në të kaluarën kësaj kongrate të shenjtë të propagandës Fide, një relacion i përgjithshëm që përfshin që prej Zanafillës e deri në fund. Është i sigurt se nuk është dhënë prej askujt dhe as që është bërë e njohur. Si thotë shkrimi, sipas asaj që tha Zoti ynë shpëtimtar, askush nuk e ndes kandilin dhe e vë në vend të fshehtë, por e vendos në shandan në mes të dhomës që t'i bëj dritë të gjithëve. Dhe ashtu sikur se thuhet se përvoja është mësuesja e jetës, gjë që e tregon që punëtorët dhe kujdestarët e shpëtimit të shpirtrave shumë që në ata që regjistruan ngjarje si të mira, ashtu edhe ato që janë kundër, jo vetëm në fillimet, por edhe të mjeteve dhe qëllimeve të misioneve që janë besuar atyre. Duke përjetuar unë e gjeta misionin e Shqipërisë në këto kohëra shumë të këqija, të trazuara nga bota, djalli dhe uria, armiqtë e mëdhenj. Duke e parë se aq shumë lodhje e mundime janë pësuar dhe shumë djers e gjak ka rrjedhur për dashurinë ndaj Jezu Krishtit, jo vetëm që nuk dua që të lihen në harresë, por edhe të mos përfshihen me dashakeqësi nga gjuhët e këqija, që mizorisht prozhmojnë. Kjo më dëshpëron shumë.
E kështu i nxitur nga interesi nga zelli për nderin e hyjt dhe për shpëtimin e shpirtrave, ja paraqes këtë relacione që i ka mbledhur dhe sistemuar lartësisë suaj të nderuar dhe kësaj kongrate të shenjtë si një gur të vërtetë të krahasimi, të cilës i takon të dallojë të bardhën prej të zezët dhe të vërtetën nga ajo që është e rremë, po i paraqes edhe shqyrtimet të saj si dhe korrigjimin me kënaqësi që po ja nënshtroj. Nga misioni që për fillimit e që të njihet e vërteta e gjërave që kanë mbledhur, shkruar me bisnikëri, kam shkruar me stil të thjeshtë, si përmbledhje ato që shkruan e mblodhën e tërit. Fra Cherubino, Trentino, Fra Bernardo nga Verona, Fra Benedetto Trivisano, Frat Antonio nga Spoleti dhe Fra Giatino nga Seza, misionarët për shumë vite dhe të provuar që shërbyen në këtë vend. Ata mblodhen me besnikëri të madhe edhe me kujdes për aq sa ka qenë e mundur për mua, por e paraqes pa ndryshim, pa asnjë shtesë e pa zbukurime, thekson dorëshkrimi. Pra kemi edhe një pjesë të këtij libri ku flet për krishterimin e asaj kohe në Shqipëri, për fshatrat e krishterizuar dhe fshatrat të cilat ishin mbushur plot e përplot me turq dhe aty ku flitet gjuha turqe, pra flasin për trevat shqiptare. Me qëllim që të tregoj vështirësitë e mëdha që hasëm, rreziqet që kaluam dhe vuajtjet të pësuara nga misionarët, nuk ka mundur që të mos flas për abuzimet e shumta dhe të mëdha që pëson vendi dhe teprimet e rënda që na kanë ngjarë në kohë të ndryshme. Prandaj që të mos habitem, pirtrat tuaj të devotshëm e të përshpirtshëm, i lutem me nderim. Unë shkrimtari që i kam përmbledhur që të jepet justifikimi, që të mos mendohet se dua të fyej ndokënd, për të thënë thjesht e me krejt besim të vërtetën, e kërkoj që të merret parasysh dhe të besohet si duhet e vërteta historike, duke pritur pra urdhrat e matur, të urtë, kujtimet të lartësisë suaj, teje të nderuar, i shtrire përpara këmbëve tuaja, ju puth purpurin e rrobave tuaja të shenjta dhe uroj të mirën më të madhe dhe në plotësinë e lumturisë së vërtetë. Nga Kotori, me 12 qershor të vitit 1652, tejet i devotshmi shërbëtori i shkruan lartësisë tuaj të nderuar, tejet i përvuajturi biri Fra Giacchino nga Sospello, prefekti i misionit. Pra kjo ishte një letër e shkruar nga Fra Giacchino nga Sospello. Dhe tani do të kalojmë, këtu jemi tek faqja C, V, do të kalojmë tek recion i misioneve të Shqipërisë, pra dorëshkrimet, fletët e misionit të Shqipërisë, ku është kapitulli i parë që do të marrim në dorë, dhe këtu pra do të shikojmë provincat e Shqipërisë, fshatrat e Shqipërisë, fiset e Shqipërisë, çfarë prodhoi atko në Shqipëri,